Sapo mbyll seanca e komisionit në cilën u miratua projekt ligji që portet detare të Shqipërisë t'ia kalojë pa procedurë tenderimi investitorëve strategjik që përzgjedhet Edi Rama me kritere dhe procedura që i përcakton vetë Këshilli i Ministrave. Kur mu dha mundësia për të thënë dy fjalë, përmenda eksperiencat e mëparshme me portin e Limionit që është nën sekuestro nga Spaku, me Porto Romano që gjithashtu është një dosje që jetohet nga Spaku, me portin kryesor të vendit, portin e Durrësit që tentohet të kthehet në një resort turistik, dhe portin e Vlorës, i cili është dhënë me vetëm €1 për të bërë pallate dhe rezorte luksoze Samir Manes dhe Geron Çelajt. Dhe përgjigja që mora nga deputetja nismëtare ishte që asnjë komunist edhe në Evropë nuk ka këtë qasje kundërshtuese ndaj bollëkut, prosperitetit dhe mirëqenies që do sjell potencialisht pra në Shqipëri ky projekt ligj që ajo propozon. Kur kërkova të rimarr fjalën për t'i kthyer përgjigje deputetes që ka kaluar nga çadra e Lulbashës tashmë tek portet që do ndërtojë Edi Rama, që padyshim në zemrën e saj ka të mirën e Shqipërisë, zonja Anila Dena, kryetare e komisionit, nuk ma dha mundësinë t'i përgjigje, ndoshta sepse në fjalën time kisha përmendur të gjithë ata që janë marrë në hetim nga Spaku, që nga Olta Xhaçka, te Shefqet Kastrati, te Artan Dulaku, te përfituesit në rastin e Alabarit, të Samir Manes, të Geron Çelajt në Vlorë. Sidoqoftë, shifemi në seancën plenare të radhës ku ka shumë për të thënë për këtë projekt ligj.